Kulturës dhe Sportit, zoti Blendi Gonçe. Unë e ktheva mbrapsh fjalimin e përgatitur nga stafi im, sepse mendova se është më mirë që t'i përgjigjem ambientit ashtu siç e ndjej, edhe në një farë mënyrë më natyrshëm edhe për mua vetë. Nuk i vë fare faj presidentit që nuk është quajtur mirë edhe emrin e ministrisë, sepse edhe e marr këtë si një përgjegjësi akoma më të madhe për mua, që do punoj shumë më mirë, shumë më fort, që të paktën sa kohë që do jem, që kushdo qoftë president, por që uroj shumë që t'jeni sa më gjatë ju, ta dini mirë se cila është ministria që drejton ministri i sportit, në atë rast ministri i përgjegjës për sportin, por që e marr me vërtet si një mesazh që me të vërtet nuk është bërë aq shumë, nuk është bërë sa duhet, sa edhe ministrit ndrojnë akronimet, ndrojnë shpesh bashkimet e fushave të përgjegjësisë dhe Federata Shqiptare e Futbollit e ka jo të lehtë që ta identifikojë, që ta referojë Ministrinë e Sportit. Do të mundohem shumë që, edhe ky është një zotim edhe para jush, edhe ju vlerësoj shumë që jeni këtu, e di shumë mirë që fjalimet janë thuajse të padëshiruara në kohë që jetojmë, aq më tepër nga politikanët dhe nga ana e qeverisë, por edhe aq më tepër në fushën e sportit, për cilin ju të gjithë jeni këtu jo pa qëllim, jo pa, si më thënë, jo rastësisht, sepse është një gjë që ju ka shoqëruar dhe ju ka shtyr gjithë jetës suaj në këto forume, sidomos si të sportit, sepse ndan dhe një pasion shumë të rëndësishëm, si ky i sportit, në rastin ton futbolli. Unë mendoj se vota edhe këtu nuk bëj fare politik, por vota e pranverës vitit kaluar e majt dhe më pas vullneti i qeverisë, vullneti i kryeministit për të më dhënë këtë besim dhe për të më besuar këtë përgjegjësi, nuk është që unë të shkoj të ngro as kariken, as vendin qoftë në parlament dhe qoftë në qeveri, por sidomos në aspektin e sportit dhe në aspektin e futbollit, është një objektiv i qartë që më zhvendosur që në fillim, që në ditë e para nga kryeministri, dhe që e ndjej që tashmë dhe me besimin e jashtëzakonshëm që përfaqësoj për shkak të votës jashtëzakonshme që ka marrë, të jem akoma dhe më në mbështetje të detyrës që kam, që është në radhë të parë që kur kemi një partneritet dhe një aktor kaq të rëndësishëm dhe kaq të strukturuar siç është Federata Shqiptare e Futbollit, çfarë do duhet bënte më shumë ministria që drejtoj se sa në radhë të parë të sinkronizohej në strategji, në plan veprimi, në mendim, në gjithë shka me Federatën Shqiptare të Futbollit, që është një organizat, që është një entitet, që është një realitet, që besoj se është shumë herë më tepër në funksion të interesit publik, se sa të çdo lloj interesi tjetër, dhe pastaj duke hyrë më poshtë në detyrën e përshkruar për mua, është që duhet të punoj që të çliroj çdo mundësi dhe çdo oportunitet që lidhet me potenciale dhe me energji të cilat deri sot janë të pa çliruara, janë të penguara, janë të bllokuara dhe janë të mohuara në rastin ton sportit dhe futbollit. Do i bashklidhja sportit, natyrisht artin, kulturën, të cilat bashkë me sportin, ju e dini se sa shumë turizëm janë, dhe prandaj dhe Ministria vjen turizëm, kulturë dhe sport, sepse nga pikpamja ekonomike, nga pikpamja e punësimit, nga pikpamja e zhvillimit, nga pikpamja e ndërkombëtarizimit, nga pikpamja e imazhit vendit, të gjitha këto janë një win-win-win i jashtëzakonshëm për të gjithë ne, ku sporti natyrisht është një nga gjeneratorët më të jashtëzakonshëm, dhe këtu mjafton për shembulli në atë rast i Giro d'Italia, i cili është transmetuar në mbi 200 vende, me mbi 800 milion shikues për hapjen e garës Giro d'Italias në Shqipëri, që me një kalkulim të thjesht ekonomik, asnjë shkencëtar nuk do na jepte dot atë kthim në vizibilitet që na dha me këtë shumë që ne paguam dhe që kemi investuar ajo garë. Mendoni tani kampionate apo evente ndërkombëtare, apo për t'ju çuar deri tek automotopark, tek projekti jon
lider në fushën e motosportit, që është një tjetër sport që do të na lidhë shumë me eventet dhe do jetë një tjetër pol ekonomik 20 minuta nga Tirana në Elbasan, dhe që do të jetë një epiqendër rajonale, ballkanike, për të mos thënë më shumë sa i takon një tjetër disiplinë shumë të rëndësishme siç është pasioni i shpejtësisë në kushte sigurie. Nga ana tjetër, angazhimi social që jep lëvizja juaj, angazhimi social që jep futbolli, angazhimi social që jep sporti në përgjithësi është i një niveli që përcakton qytetrimet. Pra qytetrimet sot përcaktohen, qytetet e mëdha, metropolet, përcaktohen sa tematika muzesh kemi, sa fusha kemi, sa të regjistruar në shkolla dhe në jetën pas shkollës në sport kemi. Të gjitha këto ne nuk i kemi në statistikat e duara, presidenti e përmendi, unë nuk do t'i rikthehem, por është një, si themi, është një mision i cili lidhet edhe me aktualitetin e vendit, lidhet edhe me mundësitë e vendit. Dhe prandaj duhet dalim nga këtu tek kreativiteti që duhet kemi jo për shejtanllëk, jo për të bllokuar, jo për të penguar, jo për të anatemuar, jo për të gjetur gjithmonë gabimin ke tjetri, por te kreativiteti duhet kemi dhe besoj që është një momentum shumë i mirë kombëtar, shqiptar, që të gjejmë instrumentet e duhur, të gjejmë mënyrën e duhur se si duhet nxjerrim fondet që na duhen, jo vetëm nga buxheti i shtetit, dhe t'i vëmë ato në dispozicion në mënyrën më praktike të mundshme, më transparente të mundshme dhe më efektive të mundshme në shërbim të kësaj kauze që ne e dimë gjithë që është më e drejta dhe që e përfaqësojmë këtu. Prandaj ligji i sponsorizimit, ky nuk është më zotim, ky është tani gati në përmasat e një betimi i imi dhe i presidentit federatës, sepse do vi edhe për artin, sportin, rinin, natyrisht art, kultur, sport, çfarë tjetër më shumë se sa këto kanë rini brenda. Kështu që këto do vinë gjitha së bashku, ne do të lobojmë fuqishëm edhe në procesin që jemi të konsultimit publik, ku natyrisht që mund të ketë përmirësime dhe ajustime në të mirë të këtij ligji. Është një, si themi, terror për disa që punojnë ngushësisht me kapital në botën, ndoshta ndonjëherë po themi të fiskut apo të financave, apo të atyre që janë pas skrivanive dhe merren vetëm me rezultatet aty për aty të ardhurave dhe të tatim fitimit, por nuk është kështu. Një koncert, një festival, një aktivitet i jashtëzakonshëm, një kampionat, një skuadër e suksesshme, si themi, një sport i zhvilluar, janë, dhe në përgjithësi këtu e lidh me eventet, janë automatikisht gjenerus ekonomik të jashtëzakonshëm, të cilat pastaj gjenerojnë taksa, tatime, punësim dhe gjithçka çfarë vjen bashkë me këto aktivitete, të cilat gjitha do të jenë formalizuara, të gjitha do të jenë të vërtetuara në mënyrë fiskale, do të jenë të deklaruara dhe automatikisht ato që ne do të marrim nga zbritja direkte nga tatimi i fitimit për çdo qindark që hedhim deri në 30% shënimi që kemi bashkë me presidentin dhe bashkë me grupet e interesit, se nuk është vetëm një histori e dy vetave, janë dhe shumë të tjerë, kemi dhe kryetar bashkish, kemi dhe të apasionuar, kemi dhe njohës të mirë të botës, të ekonomisë, të sportit, të kulturës, të jetesës, të mirëqenjes, të asaj që sjell gjenerimi dhe injektimi i këtij fondi që ne nuk e kemi pasur deri sot në sport në mënyrë direkte, dhe kjo do sjellë një pasurim në kuptimin e mirë të fjalës të gjithë projekteve, të gjithë nismave, të gjithë ideve që kemi në fushën e, si themi, të një lloj filantropie dhe të një lloj gatishmërie për të dhënë në mënyrë direkte fonde nga ato që ne disponojmë dhe pastaj në vitin pasardhës, në marsin, prillin e vitit pasardhës, në deklaratën tatimore të zbresim në mënyrë direkte me transparencë, duke deklaruar me fatura, me një dosje, me një vetë deklarim, me një sistem, me një regjistër, gjithçka çfarë kemi shpenzuar, dhe ku ne pastaj do punojmë me statistika, studime, me analiza, në mënyrë që ne të bëjmë çështë mundur që të orientojmë këto investime në drejtimet më të mira dhe me kthim të lartë të mundshëm. Dhe këtu pastaj shkojmë tek incentivat e tjera, ne nuk mund të kemi më, nëse duam fusha, nëse duam që të kemi një mirëqenie si kjo që ne synojmë, që ne meritojmë, jemi në mes të Europës, jemi Europa vetë. Europa ka filluar në mesdhe. S'ka pas Europa mesdhe. Kështu që kjo historia që ne luftojmë për të bërë europian është një histori që në fakt është paradoksale nga një anë. Ne jemi këtu ndoshta rezultati një historie të gjatë, shpesh edhe të dhimbshme, por ne jemi në Europë dhe ne duhet jetojmë si europian. Dhe këtu ne nuk mund të kemi dot fusha që tatohen me taks vendore, fusha që tatohen taks infrastrukture, se dilja në për stadiume që paguan për metër katror njësoj sa për kariket në për lokale, apo që ne të kemi fusha
rekreacioni, lodra, shpesh mes pallateve kemi fusha të cilat ndërtuesit ose zhvilluesit ose po themi komunitetet kanë ndërtuar në lagjen e tyre të vogël një kënd për fëmijët e tyre. Edhe aty kemi taksa nga ana e bashkive, natyrisht nga ana e shtetit nuk vë përballë vetes bashkit, ne jemi së bashku gjithë, ne duhet jemi koshient, duhet jemi të ndërgjegjshëm që duhet të heqim çdo taks nga sporti, arti, kultura, në infrastrukturë, në ndërtim, në investime, në gjithçka dhe në përdorim mirëmbajtje e tjerë, në mënyrë që ne të lirojmë sa më shumë dhe të vim tek ai raporti që është 5 herë më keq se sa vendet e zhvilluara që presidenti përmendi. Dhe do të shkojmë tek edukimi, natyrisht ne jemi të ngarkuar sot si Ministri për sportin elitar, po do të investojmë dhe tavanet tona buxhetore janë dhe për sportin në shkolla, ku do të ndihmojmë edhe më shumë, programe, disiplinat e tjerë. Do të shkojmë tek fondacionet të cilat po rriten, sapo po formojmë dhe fondacionin Inter Academy Albania, është një shembull jo se unë jam interist i çmendur, po sepse dua t'jap pak të shembullin nga ana ime i pari, ku do të marr pjesë edhe në mënyrë private natyrisht në themelimin dhe në mbështetjen për këtë fondacion, i cili do jetë një fondacion privat, por i cili pastaj më pas do të mikpres lëvizje të ndryshme që do të kenë bëjnë me futbollin për femra, për djem, me sporte edhe të tjera përveç futbollit, në një akademi të re që ne do duam ta kemi në kryeqytet, siç është ajo e Manchester Cityt në Durrës, apo disa fondacione që po krijohen. Këto të gjitha bashkë, po të vini re, janë copza të një puzzle që kur fillojmë mendojmë për ligjin e sponsorizimeve, kur fillojmë mendojmë për shembull për një tjetër instrument që ne po punojmë, president, që këtë s'ta kam treguar shumë nga afër, që të kursejmë para nga tenderat është një gjë shumë e mirë, por nga kursimi parave tenderave me që janë para buxhetore të pa planifikuara se do të ekzistonin në listat e buxhetit të vitit, të marrim rreth 30% edhe nga ky fond dhe t'i japim direkt artit, kulturës dhe sportit. Vetëm vitin e kaluar ne kemi kursyer nga prokurimet publike pa bashkit 63 milion euro. Për të pasur një ide që 1/3 e këtij fondi nuk do ishte një fond i keq që ne ta kishim si synim për ta lobuar edhe këtë së bashku, për ta pasur në një fond special kombëtar i cili themelohet dhe i cili menaxhohet pastaj me transparencë me një komision kombëtar i cili mund të interesohej që të kishim kënde më të bukura, vepra arti në hapësirën publike më të mira, më cilësore, të përzgjedhura siç duhet dhe jo kuturu që secili vë o pingën e vet ose shenjën e besimit fetar të vet, gjë që nuk mund të jetë dot më kështu, ne nuk mund të ecim dot më kështu. Edhe të gjitha bashkitë, të gjitha sheshet, të gjitha kryqëzimet, të gjitha vendet ku ne kemi mundësi, pse jo të kishim një fuqi tjetër financiare për t'i beautifikuar, sepse të gjitha këto përbëjnë pastaj atë që është finalja e skenarit ku ne të gjithë jetojmë, që punojmë, jetojmë, dalim, kemi hobit tona, shkojmë, bëjmë sport, çojmë fëmijët në kurs dhe një ditë duhet fillojmë të mendojmë që ky mund të jetë një nga vendet më të mira për të jetuar këtë jetutje, gjë që duhet të themi që sot është akoma një sfidë e madhe dhe që të gjithë ne tundim kokat sepse e dim që ky nuk është akoma një objektiv i arritur. Kështu që në fund fare i vim tek rivitalizimi i qyteteve, i lagjeve, i gjithë jetës sonë. Unë nuk e bëra fjalimin do ishte më i shkurtër, i rash me fjalë për i rash me gjatë. Ju uroj ndjes, uroj të kem qenë konkret më shumë se kaq, president, nuk kam se si të zotohem për atë që kemi marrë përsipër.